I find the map and draw a straight line over it. Gras është vendi I lindjes së industrisë së parfumit dhe megjithëse në shumë vende të tjera tashmë kultivohen lule dhe bimë aromantike për industrinë e parfumit, Riviera e Gras mbetet vendi me diellin më të mirë, kushtet klimatike dhe gjeografi më të përshtatshme për rritjen e shëndetshme të esencave të parfumeve. Kur ato distilohen për parfum, japin aroma shumë tërheqëse dhe të këndshme si për meshkujt, ashtu edhe për femrat. Nganjëherë një aromë parfumi ju kujton një person tepër special apo situatë të rëndësishme të jetës, të fshehur në brazdat e kujtesës, që në një moment kur ndjeni aromën, rikthehet në kujtesë. Stilimi, shkenca dhe joshja, kjo parull është krijuar nga Christian Dior për parfumin Poisson, që përbëhet vetëm nga esencat e industrisë franceze të parfumeve. Stilimi në kombinim me substancat kimike bën një parfum të veçantë dhe tërheqës për individin. Shkenca është shumë e përzier në krijimin e një produkti që nuk është as shumë I fortë, por as I dobët dhe që ruan aromën për një periudhë kohe të caktuar. Joshja është arsyeja kryesore pse njerëzit janë të dhënë pas produktit parfum. Në Egjiptin e lashtë, parfumi lindi në nderim të perëndive. Vetë fjala perfum mendohet se origjinën e ka nga fjala latine perfumum, nga tymosja. Zbulimet arkeologjike të varreve dhe hieroglifet tregojnë se parfumi dhe make-upi ishin shumë të rëndësishme për gratë që në kohën e piramidave. Në shumë pllaka varresh janë gjetur gjumë enësh ku vendoseshin aromantik për të shoqëruar shpirtin në botën e përtejme. Ovidi kompozoi traktat mbi produktet e bukurisë së femrës dhe zbuluesi I kremrave ishte greko-romani Galen, një nga baballarët e ilaçeve dhe të farmacisë. Pra modernizimi në industrinë e nxjerrjes së këtyre produkteve nisi nga shekulli XII dhe ishte pikërisht lëkura e përpunuar në doreza. Në këtë periudhë gratë filluan të mbronin duart e tyre me doreza prej lëkure dhe për të larguar erën e rëndë që lëshonte lëkura e kafshëve, u zbulua një mënyrë re evitimi. Gjatë punimit të tyre, të shtoshin koncentrate nga bimët aromantike. Ishte pikërisht efekti këtyre koncentrateve që më pas çoi në zbulimin e parfumit në standarde me higjienën personale. Por një kohë të gjatë mendohej se aromantikët ishin luftues të infeksioneve virusale. Përshëndetje Esmeralda dhe mirë se të gjetëm në dyqanin tuaj Maison de Parfum, ku gjejmë një mori e parfumesh, jo vetëm aromat shumë natyrale dhe të këndshme, por njëkohësisht dhe aromat të cilat janë kombinuar shumë mirë dhe me ambalazhin e tyre. Dhe në fillim mirë se erdhët. Përshëndetje. Dhe në fakt, si lindi ideja që ju të sillnit Francën ose Grasin, qytetin nga ku lindën parfumet, në Tiranë? Ideja normalisht që nuk lind me një ditë, është një proces I tërë, edhe ishte ajo dëshira për të pasur diçka të veçantë në Tiranë. Një gjë që në Evropë e gjen goxha më shpesh, edhe të falë kënaqësi të veçantë, paktën mua personalisht, gjithë blerjet tona kanë qenë në këto vende. Kështu që thamë që një gjë e tillë duhet jetë dhe në Tiranë patjetër, sidomos në kohët e sotme që parfume të mira ka, vende të mira ku mund të blesh parfume ose kozmetika ka padyshim, por që klientët kanë filluar që kërkojnë një gjë tjetër, ndoshta shoqëria, rrethi, çfarë kemi dëgjuar rreth e rrotull që ka pasur nevojë vërtet mendoja për diçka të tillë. Dhe kjo ishte. Në fakt, sa e ndjejnë atë sensin e parfumit të këndshëm shqiptar? A janë mësuar me këtë lloj dyqani tani apo mbeten tek preferencat e parfumeve komercial? Më thuaj një gjë të re, të veçantë që nuk e kanë përqafuar shqiptarët. Kështu që edhe këtë ide e përqafuan, mund të them shumë më shpejt se sa e prisja. Domethënë, pothuajse të gjithë që kanë hyrë në këtë dyqan ose tek dyqani tjetër, e kanë parë për herë të parë, u është dukur ndoshta e re, e panjohur, por prapë shumë interesante dhe janë bërë klient të gjithë. Në qoftë se nuk janë bërë klient, ai që nuk bëhet klient nuk bëhet kur, sepse është mësuar me tradicionalen dhe ka të drejtën e vet. Hyni në dyqan, thoshim duam këtë parfum, duam atë gjithmonë emra të njohur, kuptohet.
Edhe ne I kemi pritur shumë mirë, sepse është edhe një staf shumë I kualifikuar këtu që di se si ta pres klienti dhe si ta shpjegoj pse ne nuk e kemi një parfum të tillë. Kështu që I kemi shpjeguar se çfarë kemi. Edhe u ka pëlqyer ideja që këtu kemi gjëra që janë vërtet shumë të mira, po përveç faktit që janë shumë të mira, janë dhe më të veçanta dhe I bën persona që blejnë të jenë më të veçantë. Në fakt, kur vjen në këtë shtëpi parfumesh, kaq të pasur, çfarë mund të gjejmë? Çfarë kombinimesh, çfarë aromash mund të gjejmë? Aromat, të gjitha tipet e aromave, të ëmbla, të freskëta, të rënda, floreale, me fruta, me agrume, çdo lloj gjëje. Bile këtu, duke qenë që janë shtëpi goxha artizanale dhe të vjetra dhe që merren vetëm me këtë punë, shtëpi parfumesh, këtu gjen edhe bazat e parfumeve që mund të jenë, supozojmë, thjesht një parfum myshku, ose një parfum paçuli, ose një parfum cedre, që nëse ti vë këtë parfum, çdo parfum tjetër që mund të vësh sipër, që mund të jetë një që ke në shtëpi preferuar ose një që mund të blihet këtu, qëndron shumë mirë, nuk interferojnë edhe nuk e prishin aromën. Kështu që këtu ka çdo lloj parfumi që mund t'ju shkojë mendja, çdo lloj ere që mund të kërkohet ose arome që mund të kërkohet. Ne pak më parë kur biseduam, treguam se të gjithë këto parfume, ambalazhet e tyre tepër të veçantë vijnë posaçërisht nga Franca, nga vendi dhe nga fabrikat ku dikur prodhohej, por në fakt ka ndryshim teknologjie në atë se çfarë prodhohet. Ndryshimi I teknologjisë është thjesht përmirësimi I teknologjisë. Domethënë çdo gjë vjen duke u përmirësuar. Ideja kryesore është që ruhet tradita, dalin gjëra të reja, njëkohësisht, dhe ekstraktet vazhdojnë të jenë ekstrakte natyrale dhe jo sintetike. Ka disa përjashtime, për shembull, është një gjë që edhe si kuriozitet, shumë parfume të mira dhe që mund të jenë dhe shumë të shtrenjta në botë, ka një nga përbërësit ekstrakt kafshësh. Për shembull, nëse ju keni dëgjuar myshkun, myshku nuk është myshku I përditshëm që dëgjojmë neve, por është një ekstrakt I disa gjendrave të një peshkaqeni që ndodhet diku në Kanada, nuk e di se ku. Dhe tani duke qenë që ka shumë fushata antivrasje së kafshëve, kjo gjë është zvendësuar me një substancë sintetike. Domethënë, e vetmja arsye që këtu është futur sintetike ka qenë kjo gjë. Pastaj gjithë të tjerat janë ekstrakte bimësh origjinale, që do të thotë, nëse duhet ekstrakti një bime të caktuar, nuk kultivohet siç mund të kultivohen perimet e përditshme që ham ne dhe që janë jo bio, por ato importojnë lëndën e parë nga vendi ku është origjina e kësaj bime. Dhe vend si Grasa, që është jo rastësisht kryeqyteti I parfumeve, edhe eksporton lëndë të parë goxha natyrore për të krijuar parfume të mrekullueshme në gjithë botën. Dhe kur flasim për aromë, besoj se meshkujt dhe femrat pak a shumë duan të kujdesen për aromë mirë, për një trup të këndshëm, diçka rreth këtyre, por kush ka më shumë të interesuar dhe femrat çfarë preferojnë në këto, çfarë ju ofrohet paktën në këtë dyqan? Femrat kanë më tepër kërkesa specifike, por më pëlqen dhe fakti që kanë filluar që të blejnë edhe gjëra, mund t'i them aksesor të parfumit, siç është kremi I trupit, pudra e trupit, sapunë, të gjitha këto lloj gjërash. Kanë filluar që përveç parfumit të blejnë dhe gjëra të tjera si puna e pudrës. Kjo është një pudër që është një veprim që do kohë, që të bën shumë femër, sepse të pudrosesh vërtet që kërkon kohë, nuk je si puna atyre femrave on the run. Kështu që po të shikosh një gjest I tillë, bëhet mbi të gjithë trupin, ruan shumë gjatë aromën e parfumit, si punë e kremit, e hidraton trupin, nuk është si pudrat që mund të gjenden zakonisht. Edhe jemi habitur që kemi pasur shumë kërkesa për një produkt të tillë. Është e çuditshme, por pra më themi se femrat kanë shqiptare janë goxha të interesuara për kujdesin e trupit të tyre. E le të flasim pak për amballazhet. Ju më shpjeguat pak më parë që ato I dedikohen edhe dizajnuesve të mëdhenj, të cilët kanë punuar me kohë të gjatë, me përkushtim ndaj krijimit të ambalazheve, pasi është besoj një detaj I rëndësishëm edhe në parfume.
Ambalazhi nuk është thjesht një detaj. Ndonjëherë ai përcakton edhe tërheqjen ndaj një parfumi të caktuar. Ka shumë raste që këtu tek ne të paktën hynë dhe kërkojnë direkt parfumin që ka një ambalazh shumë të bukur dhe atraktiv për syrin e një klienti. Dhe jo më kot, parfum bërësit, qofshin këta fabrika parfumesh ose shtëpi parfumesh, qofshin këta stilist të mëdhenj veshjesh, i japin shumë rëndësi këtij detaji. Edhe për këtë arsye marrin stilist që merren me bërjen e shishes ose të flakonit të parfumit, dhe që janë kristal bërës, unë nuk e di, nuk është se kemi ndonjë fjalë tamam të përshtatshme në shqip që ta them, po janë si puna e Vetri di Murano, nëse e keni dëgjuar, që bëjnë deri ke abazhurët, gota kristali, dhe ky është një objekt shumë i rëndësishëm. Merret një dizenjues ka stile për këtë punë, që mban edhe emrin e vet. Dhe kur shitet një parfum normal që dhe vlera i rritet, sepse pas emrit të parfum bërësit ose markës së parfumit, është edhe emri i atij që ka dizenjuar shishen ose flakonin e parfumit. Të dyja gjërat bashkë pastaj e bëjnë akoma më të çmuar një parfum. Dhe në fakt edhe më të dashur për blerësi normalisht. Duke folur për parfumet, besoj se shqiptarëve, zonjushave, zonjave, zotrinjve, ju intereson dhe çmimi. A përballen me frikën e çmimit në momentin që duan një aromë shumë të mirë për veten e tyre, për kujdesin? Edhe këtu është raporti cilësi-çmim gjithmonë, ne kemi këtë. Ideja është kjo që kur u hap dyqani ka pasur dhe frikë. Shikonin pas vitrinës, pas xhamave dhe thoshin të hyt mos hy. Merrnin guximin, bëheshin 2-3 veta dhe hynin. Faktikisht dyqani nuk është se, ose çdo gjë, çdo produkt që sillet këtu, nuk është se është aq i shtrenjtë. Çmimet janë normale. Çmimet janë sa çmimet e markave komerciale. Bile ndonjëherë ne ofrojmë edhe gjëra më të lira, me qëllimin e vetëm që të bëhet klient jo ai që ja mban xhepi, po të bëhet klient ai që ka dëshirë që të ketë diçka të veçantë, sepse i duam që ta vlerësojnë si produkt më shumë se sa të kenë mundësi që ta blejnë. Plus që edhe shtëpi të ndryshme i japin çmime të ndryshme parfumeve, që do të thotë ka parfume që mund të jenë po aq të mira, po nuk e kanë çmimin në stratosferë. Ose qëllimi kryesor nuk është thjesht shitja e parfumit, por është shitja e linjës ose njohja e linjës. Kështu që merren prapë aksesorët e tjerë si kremi i trupit, shampo e trupit, pudra, sapuni. Është ky qëllimi kryesor ndonjëherë. Ne thamë edhe pak më parë që amballazhe të tilla janë aq shumë cilësore dhe aq të bukura sa që mund të përdoren edhe për arredim. Po përderisa shkon edhe blen një vazo që ka një përbërje kristali, supozojmë, pse pas përdorimit të parfumit mos e mbash në dhomën e gjumit flakonin e kristalit që ka markën e Lalikut, supozojmë. Kështu që ato janë edhe arredim më vete, patjetër, që përbëjnë dhe një arredim. Dhe në fund do doja cilat janë ato aroma, markat më të preferuara që për momentin ju keni shitje dhe kërkesa ndaj tyre? Unë nuk mund të them që një parfum është më i shitur se sa tjetri, ose një markë më e shitur se sa tjetra. Normalisht kërkesat janë të ndryshme, preferencat janë të ndryshme, kështu që dhe shitja është pak a shumë e barabartë e këtyre produkteve ose parfumeve. Nuk është se ka një gjë specifike, të them ky është top bestseller, ku di unë çfarë fjalësh ka, po që pothuajse të gjitha gjejnë vendin e tyre. Unë të falenderoj në fund kësaj bisede që emisionin ton Parfume bëre pjesë të shtëpisë së parfumeve. Në fakt, kur shifja këtë parfumin ke skani, kështu thosha që këtu duhet jemi ne në fakt. E ka emrin parfum sepse është esencë i gjithë emisionit dhe është shumë i bukur, po që duhet edhe diçka për parfumet, diçka reale e Tiranës, sepse kam parë që ka dhe gjëra të tjera.